Ka vende që janë të ndaluara për pothuajse të gjithë, nga kampimet e lashta njerëzore deri në zona me rrezik të madh. Është koha për të filluar. Bashkohuni me mua ndërsa hedhim një vështrim mbi 15 vende të ndaluara që nuk ju lejohet të vizitoni. Numri 15. Shpellat Lascaux, Francë. Në shtator të vitit 1940, një 18 vjeçar po ecte me qenin e tij në fshat pranë qytetit francez Montignac, kur qeni i tij ra papritur në një vrim. Ai mblodhi disa miq për të ndihmuar me përpjekjen e shpëtimit dhe ata hynë në shpellë, të cilën në atë kohë mendonin se ishte një hyrje fshehtë tuneli drejt një rezidence të afërt. Ajo që ata do të zbulonin, megjithatë, ishte një nga zbulimet më të rëndësishme arkeologjike që janë bërë ndonjëherë në Francë. Shpellat Lascaux, të përbëra nga një seri shpellash që mbulojnë një sipërfaqe prej rreth 75 hektarësh, përmbajnë më shumë se 600 piktura të kafshëve të mëdha, specieve vendase të bimëve dhe simboleve të ndryshme, disa nga të cilat janë datuar më shumë se 17 vjet më parë. Deri në 1948, shpellat ishin studiuar dhe ishin hapur për publikun, me më shumë se 1200 njerëz që hynin për t'i parë ato çdo ditë. Kjo filloi të shkaktonte disa probleme serioze megjithatë, për shkak të dioksidit të karbonit, nxehtësisë, lagështirës dhe ndotësve të tjerë që po çliroheshin në shpella. Si rezultat, pikturat ishin dukshëm duke u prishur, me shenja të kërpudhave dhe likenit që fillonin të rriten edhe në mure. Vendimi u mor për të mbyllur shpellat në 1963 dhe për të filluar një projekt restaurimi. Ato mbeten të ndaluara për të gjithë, përveç kërkuesve të autorizuar deri në ditët e sotme. Në vend të kësaj, janë bërë një numër replikash, si dhe një version realiteti virtual i shpellave për t'u dhënë me shpresë njerëzve mundësinë të admirojnë bukurinë e pikturave, pa shkaktuar ndonjë dëm të mëtejshëm. Numri 14. Gjiri Maya, Tajland. Nuk ka dyshim që Tajlanda ka disa nga plazhet më të bukura në botë, të mbuluara me rënë të bardhë të pastër dhe që çojnë në ujëra përsosëm blu. Dhe nëse ka një që dallohet mbi të tjerat, është plazhi i Gjirit Maya në ishullin Phi Phi. Nëse duket i njohur, është sepse kjo ishte vendndodhja për filmin The Beach, që u lëshua në 2000. Pas daljes së tij në film, numrat e turistëve u rritën në qiell. Deri në 2015, rreth 1.2 milion njerëz po vinin çdo ditë, pothuajse 80% e të cilëve ishin të huaj, të gjithë duke kërkuar të relaksohen në ujëra dhe të shihnin planktonin biolumineshent që ndriçon rënën natën. Kjo, megjithatë, filloi të kishte një ndikim shkatërrues në plazh, që së bashku me dëmin e përhershëm të shkaktuar gjatë xhirimeve të filmit, nënkuptonte se duhej bërë diçka për ta ruajtur atë për brezat e ardhshëm. Pavarësisht përpjekjeve për të rigjallëruar rajonin, ndërsa ende e lejonin njerëzit të vizitonin, qeveria tajlandeze vendosi të ndalonte të gjithë vizitorët në 2019, ligj që ende mbetet në fuqi. Qëllimi është ta rihap në ndonjë moment në të ardhmen megjithatë, dhe ka një projekt të madh që përfshin kultivimin e koraleve dhe pastrimin e meturinave nga plazhi për ta përgatitur për kur kjo të ndodhë më në fund. Numri 13. Tempulli i Madh i Ise, Japoni. Thuhet se ka rreth 80.000 tempuj Shinto në të gjithë Japoninë, me njerëzit që janë po aq të prirur të adhurojnë në shtëpi sa edhe në një ndërtesë publike. Dhe ndërsa shumica i mirëpresin kushdo që dëshiron t'i përdor ato për besimet e tyre shpirtërore, ka një ku vetëm pak njerëz të zgjedhur mund të hyjnë, i njohur si Tempulli i Madh i Ise. Ai u ndërtua për të nderuar Amaterasu, perëndeshën e diellit dhe të universit. Në mënyrë të mahnitshme, ndërtimi i tempullit përdori teknika tradicionale japoneze të punimit të drurit, që do të thotë se nuk u përdor asnjë gozhd. Ai u ndërtua për herë të parë më shumë se 2000 vjet më parë, por në përputhje me idet Shinto të vdekjes dhe rilindjes, në të vërtetë rindërtohet plotësisht çdo 20 vjet, dhe hera e fundit që kjo ndodhi ishte në 2013. Sot, në respekt se sa i rëndësishëm është tempulli
Vetëm njerëzit e lejuar të hyjnë janë priftërinjt dhe antarët e familjes mbretërore perandorake. Më e afërta që mund të arrijë kushdo tjetër është të shoh tempullin nga jashtë përmes gardheve prej druri që e rrethojnë, por lejohet të ecësh rreth territorit, që përfshin një pyll dhe një seri shëtitoresh ornamentale që u ndërtuan rreth 150 vjet më parë. Numri 12. Ishulli Morgan, Shtetet e Bashkuara. Jashtë bregut të Karolinës së Jugut, ka një shkëmb 4400 hektarësh të njohur si Ishulli Morgan, që ka qenë plotësisht i ndaluar për vizitorët që nga 1979. Historikisht, për shkak të pozicionit të tij të largët, nuk është përdorur kurrë në mënyrë të përhershme nga njerëzit. Por në atë vit, një koloni majmunësh rhesus që lëviznin lirshëm u zhvendos atje nga Porto Rico dhe rreziku i përhapjes së sëmundjes nënkuptonte se thjesht nuk është e sigurt për askënd të vijë në kontakt me ta. Arsyeja pse duhej të zhvendoseshin në radhë të parë është se ata ishin pjesë e një qendre kërkimore dhe kishte një problem të madh me transmetimin e infeksioneve të virusit të herpes B. Ishulli u zgjodh që ata të mund të studioheshin dhe të jetonin jetën e tyre në një mjedis të kontrolluar. Tani, operohet dhe mbikëqyret nga Instituti Kombëtar i Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive. Shumica e më shumë se 3500 majmunëve jetojnë në një pyll gjysmë tropik që është në ishull dhe rreziku është aq i rëndë sa ata ushqehen nga një sistem i automatizuar nga një ndërtesë e afërt. Vetëm kërkues të rrallë lejohen ndonjëherë të vënë këmbë në ishullin Morgan, që shpesh quhet edhe ishulli i majmunëve, dhe ata që lejohen të shkojnë duhet të hyjnë në karantinë strikte në kthimin e tyre për të siguruar se asgjë nuk përhapet në popullatën e përgjithshme. Numri 11. Uluru, Australi. Uluru është pikpamja natyrale më e njohur në Australi. E vendosur rreth 208 mil në jugperëndim të Alice Springs, është thellë në territorin e brendshëm të territorit verior të vendit dhe u bë një destinacion popullor turistik në vitet 1930-ta, kur ishte më shpesh e njohur si Ayers Rock. Problemi megjithatë ishte se formacioni naturor i gurve ranor që ngrihet 1142 këmbë lart ka qenë një vend rëndësie shpirtërore për popullin vendas për një kohë të gjatë dhe që nga shumë para se të jashtëmit u vendosën në Australi. Numrat e panumërt të turistëve që po ecnin mbi të, po shkaktonin dëmet e rënda në strukturën e tij delikate. Kishte gjithashtu shqetësime për mënyrën se si vizitorët po e përçmonin Uluru pas një numri incidentesh ku turistët pinin alkohol dhe zhvisheshin mbi kodrinën e shenjtë. Kështu që në 2017 pati një vot unanime për të ndaluar njerëzit nga mundësia e të ngjiturit në të. Ky ligj i ri hyri në fuqi në tetor të 2019-s dhe tani, ndërsa mund ta shohësh në një qendër vizitorësh e afërt, askujt nuk i lejohet të vërë këmbë mbi të. Madje edhe fotot nga këndet të caktuara janë të ndaluara në përputhje me besimet tradicionale dhe imazhe fyese janë hequr nga Google Earth si shenjë respekti. Numri 10. Mezhgorje, Rusi. Mund të keni dëgjuar për disa qytete ose qyteza të braktisura në të gjithë botën që janë të kufizuara në lidhje me atë se kush mund të vizitojë, por çfarë të thuash për një plotësisht funksionale? Ky është rasti i çuditshëm me Mezhgorje, që ndodhet në malet jugore urale në Republikën Ruse të Bashkortostanit dhe pavarësisht se ka një popullsi të vlerësuar prej rreth 16.000 njerëzish, është plotësisht i izoluar nga bota e jashtme. Besohet se u themelua në 1979 dhe u shpall zyrtarisht qytet në 1995 dhe ka, së bashku me një bazë të fshehur në male, një numër projektesh ushtarake ruse shumë sekrete që zhvillohen. Banorët janë të gjithë ose punonjës ose familjet e punonjësve të qeverisë ruse, që është arsyeja pse ka qenë mundur ta mbajnë në mbulim. Nga ajo që dim për qytetin, kanë të ngjarë të jetë vendi për shembull ku Rusia mbajti 73 nga kokfishat e tyre bërthamor gjatë luftës së ftohtë dhe ka sugjerime se është vendodhja e projektit të dorës së vdekur të vendit që supozohet se mund të nisë një sulm bërthamor në pjesën tjetër të botës automatikisht. Sa më pak që dihet për qytetin, aq më shumë thashëthime përhapen për të, si për shembull se është vendi ku rusit mbajnë prova të ekzistencës së të huajve dhe ku po zhvillojnë gjeneratën e ardhshme të armëve të shkatrimit në masë. Çfarëdo që të jetë e vërteta, sigurisht nuk është diçka që ndonjë qytetar ose turist i zakonshëm do të jetë në gjendje ta zbulojë, sepse nëse afroheni shumë pa leje, së shpejti do të përballeni me grykën e një pushke dhe sugjerimin që të ktheheni mbrapsht. Numri 9. Ishulli North Sentinel, Gjiri i Bengalit.
Ishulli North Sentinel është pjesë e arkipelagut të ishujve Andaman në gjirin e Bengalit dhe bie brenda ujrave territoriale indiane. Ndërsa shumica e tjerë ishujve janë të hapur për vizitorë dhe turistët dhe ofrojnë pikërisht atë që do të prisnit nga një strehë ishullore tropikale, udhëtimi në North Sentinel është rrektësisht i ndaluar për të mbrojtur njerëzit që jetojnë atje. Të njohur për të jashtëmit si sentinelezët, ata janë një nga fiset e fundit të mbetura në botë që janë plotësisht i izoluar. Arsyet datojnë për shekuj, pas një serie takimesh të pafat me anije kalimtare, dhe tani sentinelezët e shohin çdo përpjekje nga të jashtëmit. Vizituar ishullin si një akt agresiv dhe ata përgjigjen në të njëjtën mënyrë. 2 peshkatarë që mbetën të blokuar në një nga plazhet në 2006 ishin për shembull ekzekutuar shpejt nga ishullorët, dhe po ashtu ishte edhe një misionar amerikan që u përpoq të kontaktonte me ta në 2018. Për të përpjekur të parandalojë që kjo të ndodhë, ka një zonë përjashtimi 5 milje rreth ishullit që patrollohet rregullisht nga Marina Indiane, me qëllimin që sentinelezët të jenë në gjendje të jetojnë jetën e tyre në paqe, pa rrezikun e ndërprerjes nga vizitorë të padëshiruar. Numri 8. Pravčicka Brana, Republika Çeke. E vendosur në Zvicra Bohemiane, që është një rajon në veriperëndim të Republikës Çeke, Pravčicka Brana është një ark natyror guri ranor mahnitës, me një lartësi prej 52 këmbësh dhe një gjerësi prej 26 këmbësh, me një hapësirë totale prej 87 këmbësh. Dikur ishte një nga tërheqjet turistike më popullore në rajon, me njerëzit që udhëtonin nga larg e nga afër për të ecur mbi arkun e famshëm. U realizua megjithatë se sa më shumë njerëz që vinin, aq më shpejt arkun po fillonte të deteriorohej dhe kishte një shqetësim të madh se ai do të shembej një ditë, jo vetëm duke nënkuptuar që vendi do të humbiste një nga pikpamjet e tij më të rëndësishme, por gjithashtu duke rrezikuar një tragjedi të madhe humanitare. U vendos në 1982, prandaj që të gjithë do të ndaleshin nga ecja mbi të dhe në vend të kësaj kufizohen në ta shikuar nga larg. Që kur u vendosën rregullat e reja, ka pasur një ngadalësim të dukshëm në shkallën e erozionit, por edhe pa ndihmën e turistëve, ende po konsumohet. Më së shumti ka të ngjarë të shembej në një moment në të ardhmen, por ai kohë tani është shumë më larg fal ndalimit. Numri 7. Poveglia, Itali. Laguna Venedikase në Italinë Veriore është një gjiri i mbyllur i detit Adriatik, ku ka një numër ishujsh të mbrojtur duke përfshirë më të famshmen Venedikun vet. Qyteti është në të vërtetë ndërtuar mbi 118 ishuj të vegjël që janë të lidhur me më shumë se 400 ura dhe u vendos për herë të parë më shumë se 2500 vjet më parë, dhe ishujt përreth kanë shërbyer në mbështetje të qendrës kryesore. Një i njohur si Poveglia është i braktisur dhe aksesi është shumë i kufizuar, jo për shkak të diçkaje që po ndodh atje sot, por për shkak të së kaluarës së tij të gjatë. Fillimisht ishte i banuar, por në balë të luftës, banorët ikën në 1379 dhe për pothuajse 400 vjet u la bosh. Në 1976, megjithatë, autoritetet venedikase e pan atë si vendin e përsosur për të ngritur një stacion karantine. Qyteti kishte bërë një qendër për turizëm dhe tregti, por kishte rreziqe në rritje që njerëzit të sillnin sëmundje si murta me ta, kështu që kushdo që tregonte simptoma duhej të shkonte atje. U përdor për këtë qëllim për pothuajse një shekull, dhe më pas, në 1922, ndërtesat u konvertuan dhe u kthyen në një azil mendon para se të braktisen përfundimisht në 1968. Gjatë këtyre 2 përdorimeve, njerëz të panumërt vdiqën në Poveglia, si për shkak të sëmundjes, ashtu edhe për shkak të keqtrajtimit, dhe së fundmi është bërë i njohur si vendi më i mallkuar në tokë. Është prania e mundshme e sëmundjeve historike brenda tokës që shihet si kërcënimi më i madh. Megjithatë, dhe për të parandaluar që ato të ridalin dhe të infektojnë qytetin modern, kanë dëshkime të mëdha për çdo që vë këmbë atje. Numri 6. Ishulli Heard, Australi. Pavarësisht se bie nën jurisdiksionin e Australisë, ishulli Heard është një nga vendet më të largta në tokë, që ndodhet rreth 2500 milje në jugperëndim të Perthit dhe 2600 milje në juglindje të Afrikës së Jugut në Oqeanin Indian. Është në ishullin Heard
së bashku me ishujt McDonald përreth, që do të gjeni 2 vulkanet e vetme aktive të Australisë, dhe një prej tyre, Mawson Peak, është mali më i lartë në Australi, duke arritur një lartësi prej 9.006 këmbësh. Për shkak të vendndodhjes së ishujve, ata janë gjithashtu të mbuluar me 41 akullnaja të veçantë dhe janë shtëpi për një gamë të gjerë speciesh bimësh dhe kafshësh. Megjithse janë me origjinë vulkanike, ato janë të përbëra kryesisht nga gëlqeror dhe copëza të shpërndara gurësh të tjerë, dhe kjo do të thotë që ato janë relativisht të brisht krahasuar me shumicën e ishujve të tjerë, dhe kjo është arsyeja pse Australia ndalon vizitorët të shkojnë atje. Natyrisht, ky është një vend aq i largët sa praktikisht nuk ka asnjë shans që dikush të arrijë ishullin Heard pa qenë destinacioni i tyre specifik, kështu që me rregullat në vend kanë qenë më pak udhëtime për të hetuar ishujt në gjysmën e fundit të shekullit se sa janë dërguar në hën. Numri 5. Porta e Plutonit, Turqi. Qytetrimet e lashta kishin një numër ritualesh dhe traditash që mund të duken të çuditshme për kulturat moderne, por shpesh kishte arsye të mirë pas shumë bestytinave të tyre, dhe ka një që është ende e rrezikshme sot, e njohur si Porta e Plutonit. Ishte një plutonium, që do të thotë se ishte një vend i dedikuar për perëndinë e botës së poshtme, Plutonit, dhe është një shpellë e vogël, që është vetëm mjaft e madhe për një person të hyjë brenda. E përmendur nga disa shkrimtar të njohur nga koha, u tha se ishte një vend jashtëzakonisht i rrezikshëm, dhe një që vetëm më të përkushtuarit mund të hynin dhe të ktheheshin me siguri. Gjatë kohëve të grekëve, një ndërtesë e mëtejshme ishte para shpellës, dhe kjo ishte gjithashtu një hapësirë vdekjepruese, aq shumë sa shitësit shisnin kafsh vizitorëve, që ata të mund t'i vendosnin pranë shpellës dhe të shihnin sa shpejt do të vdisnin. Ajo që në fillim tingëllon si legjend, ka në të vërtetë një bazë shkencore pasaj, dhe së fundmi u zbulua se Porta e Plutonit ka një seri të çarash në shkëmbinj të përreth, që sasi të mëdha gazi dioksid karboni depërton përmes. Me që është i padukshëm dhe më i dendur se ajri, kushdo që hyn dhe thith normalisht, së shpejti do të fillojë të vuaj. Për shkak të këtij rreziku, vizitorëve nuk u lejohet askund afër. Numri 4. Ishulli i Gjarprinjve, Brazil. Nga të gjithë ishujt në botë që janë të rrezikshëm për njerëzit të vizitojnë, ai ku do të kishit shansin më të lartë të vdekjes është Ilha da Queimada Grande, që është rreth 21 milje larg bregut të São Paulo në Brazil, dhe është për arsye të mirë që marina patrullon zonën për të parandaluar që dikush të shkojë atje. Kjo është sepse ai është më zakonisht i njohur si ishulli i Gjarprinjve, dhe është shtëpi për thuajse specin më vdekjeprurës të gjarprit në botë, vipera e kokës së artë, dhe ka shumë prej tyre. Mijëra vjet më parë, nivelet në ngritje të detit shkaktuan që ishulli të izolohej nga toka kryesore dhe një popullsi e vogël gjarprinjsh mbeti e bllokuar. Në vend që të kishin një gamë të gjerë burimesh ushqimore, tani ishin të kufizuar në zogjt që migronin dhe ndaleshin në ishull, kështu që kjo kërkoi një ndryshim evolutiv nëse do të mbijetonin. Rezultati ishte zhvillimi i një helmi shumë më të fortë që nëse të kafshon, do të shkaktojë që një zog të vdes pothuajse menjëherë dhe afër, që siguron që gjarpri të jetë në gjendje të hajë atë. Me një të vlerësuar një gjarpër për 11 këmbë katrore, ata janë të pranishëm në numra të mëdhenj në ishull, dhe nëse do të shkoje në rajonet e pyllit, do ishe i garantuar t'i shohësh në çdo drejtim. Për fat mirë, askush nuk e di me siguri sa i fortë është helmi kundër njerëzve, sepse shumë pak njerëz janë kafshuar ndonjëherë nga një. Por nëse efektet mbi zogjt janë gjë për t'u marrë parasysh, ka të ngjarë të jetë fatale para se ndonjë antihelm ose trajtim të mund të administrohej. Numri 3. Ishulli Surtsi, Island. Me 14 nëntor të 1963-shit, një shpërthim i madh vulkanik në Nujon filloi jashtë bregut jugor të Islandës dhe do të vendoste në lëvizje një seri ngjarjesh që do të bëheshin një nga eksperimentet më unike shkencore ndonjëherë. Nga momenti që shpërthimi mbaroi në qershor të 1967-s, një zinxhir krejtësisht i ri ishujsh ishte formuar, më i madhi nga të cilët u quajt Surtsi, dhe i dha shkencëtarëve një pamje të pabesueshme në mënyrën se si krijohen ishujt. Formacionet e tjera shpejt u gërryen në balë të erozionit oqeanik, por Surtsi ende është atje deri në ditët e sotme,
dhe pritet të bjerë mbrapsht nën val në rreth një shekull. Ai ka qenë prej kohësh një vend i mbrojtur, me vetëm kërkues të autorizuar të lejuar kudo afër, por kjo nuk ka të bëjë me sigurinë. Në vend të kësaj, është për të parandaluar ndotjen në ishull që kërkuesit të mund të studiojnë më tej zhvillimin e ishujve të rinj. Bakteret, kërpudha dhe myku ishin për shembull organizmat e parë të gjallë që shfaqen në syrci, dhe këto sigurojnë bazën e ekosistemit që mund të mbështesë jetë më komplekse. Besohet se ka 89 specie zogjsh dhe 335 invertebror në zonë, dhe ky numër pritet vetëm të rritet me kalimin e kohës. Numri 2. Ishulli Niihau, Shtetet e Bashkuara. Ishulli më perëndimor dhe i shtatë më i madh në arkipelagun Hawaii njihet si Niihau dhe duke mbuluar një sipërfaqe prej 69 milje shkatrore, është 17 milje gjysmë në jug-perëndim të Kauai. Pavarësisht se është një rajon i lagësht pyjor po aq i bukur sa pjesa tjetër e Hawait, nuk do të gjeni asnjë rezort ku të qëndroni atje, dhe më afër që do të arrini është një turne gjysmë dite me helikopter për të parë ishullin nga distanca. Kjo është për shkak të një marrëveshjeje të pazakontë politike që do të thotë se vetëm njerëzit e autorizuar nga pronarët e ishullit lejohen të shkojnë atje, dhe ata janë të famshëm për të qenë restriktiv me atë që mirëpresin. Ishulli u shit Elizabeth Sinclair nga mbretëria e Hawait në 1864 për $10.000, që është ekuivalenti i rreth $1.7 milion sot, dhe janë pasardhësit e saj, Robinsonët, që ende janë përgjegjës. Vetëm antarët e familjes dhe të afërmit e tyre, së bashku me personelin e marinës së SBA, zyrtarët qeveritar dhe mysafir të ftuar her pas here lejohen në ishull, dhe kjo ka lejuar zhvillimin e një komuniteti që është i shkëputur nga bota jashtme. Kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë asgjë të bëjnë me askën tjetër. Megjithatë, ata kanë pasur një marrëdhënie afatgjatë me ushtrinë amerikane deri në pikën ku ka një instalim të vogël në ishull dhe gjithashtu përdoret her pas here si një vend për operacione trajnimi specialist. Tani besohet se ka rreth 170 banor në Niihau, pasi ndërtuan një ekonomi që mbahej kryesisht nga bujqësia. Ata janë të gjithë praktikisht vetë mjaftues, asnjë qiran nuk duhet të paguhet nga banorët dhe mishi është falas për të gjithë që jetojnë atje. Tërë energjia elektrike sigurohet nga energjia diellore dhe nuk ka automjete, me ishullorët që mbështeten në vend kësaj në kuaj për transportin e tyre. Numri 1. Rifti i Zemrës, Australi. Riftet koralin në të gjithë botën janë disa nga pamjet më spektakolare që do të shihni ndonjëherë, por ka një në Australi që është më fotogeniku nga të gjitha, i njohur si Rifti i Zemrës. Është pjesë e riftit të madh koralin, por është pak i shkëputur nga struktura më e madhe dhe ka marrë, me një përkime të thjeshtë, një formë që duket shumë si një zemër. I rrethuar nga ujë kristal të pastër dhe me specie të panumërta që lulëzojnë në rift, ai u bë pjesa qendrore e një numri fushatash turistike dhe tërhoqi një numër të madh zhytësish që donin ta përjetonin për vete. Si çdo të shpesh megjithatë, trafiku në rritje çoi në shkatrim të rritur të strukturës së riftit dhe kishte shqetësime se nëse gjërat vazhdonin me të njëjtën normë, rifti i Zemrës do të ishte dëmtuar pa mundësi riparimi brenda disa vitesh. U mor vendimi për të ndaluar këdo nga vizita, dhe tani e vetmja mundësi që keni për të marrë foton tuaj të dalje romantike është duke marrë me qira një helikopter.